Andaj, këtu është një efekt domino, i cili bazën për këndvështrimit të tim e ka nga partitë politike dhe respektivisht nga kandidatët që kanë përfituar ose janë vjedhur vota në emër të kandidatëve. E çështje duhet të epoj edhe prokuria, që targeti i hetimeve të zgjerohet edhe tek kandidatët, cilët vërtet kanë rezultuar që të kenë mbi 6.000 vota të vjedhura, dhe kjo është e papranueshme. Deri më tani nga herë që kemi parë rezulton që diku deri në 80.000 vota janë manipuluar. Dhe kjo është numri më i madh në historinë e Kosovës së manipulimit të votave në një proces zgjeror. Andaj jemi në situatë ku nga gabimet duhet të mësohet të mbrohet integriteti i procesit zgjeror, të mbrohet e drejta e votës së lirë të secili qytetar i cili e ka të drejtën